Si duhet ta kuptojmë drejt fenë? Sepse kjo është me rëndësi. Ne e shohim se shumë prej muslimanëve nuk janë si duhet. Po ka edhe një dukuri tjetër, disa prej muslimanëve që janë udhëzuar kanë dalë prej udhëzimit. Dhe shumë prej muslimanëve të tjerë i armiqsojnë disa muslimanë që mundohen ta praktikojnë fenë pak më mirë. E tash, çka është defekti kryesor i kësaj është mos kuptimi i fesë si duhet. Më thonë defekti qëndron tek kjo të cilën do ta shtjellojmë, pra, mos kuptimi i fesë së Allahut subhanahu wa taala ashtu si duhet. Dhe kjo është me rëndësi që njeriu ta kuptojë fenë e Allahut si duhet. Është shumë me rëndësi, sepse përndryshe rrezikon që të jetë në grupin e njerëzve, rrezikon pra që të jetë në grupin e njerëzve për të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Thuaj, a t'ju tregoj se cilët njerëz janë më të dështuar në veprat e tyre? A t'ju tregoj se kush prej njerëzve është më i dështuari, më i dëshpëruar në veprat e tyre? Sepse njësoj si udhëzimi edhe dështimi ka shkallë, nuk janë krejt njësoj. E më i dështuari kush është? Thot, alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ata të cilët janë të zhdukur, pra veprat e tyre janë të prishura në këtë botë. Wa hum yahsabun, megjithatë ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Askush vëllezër, dhe këtë mbajeni mend, askush nuk mendon se është në rrugë të keqe, as jehudiu, as krishteri, as budisti, askush nuk mendon se është në rrugë të keqe. Gjithë mendojnë se janë duke bërë mirë. Mirë, po shumica nuk janë duke bërë mirë. Pse? Sepse në atë ideologjinë e vet bazohen te mendja e tyre, nuk bazohen shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak edhe të mirën e konsiderojnë të keqe dhe të keqen të mirë. Se ne kemi kriter. E mira nuk është kujt si ti kujtohet se është e mirë. Po edhe e keqja nuk është kujt si ti kujtohet se është e keqe. E mira është ajo që thot Allahu se është e mirë. Ligji i mirë është ai ligj të cilin Allahu ka thonë se është ligj i mirë, e jo ai ligj të cilin ne mendojmë se është ligj i mirë. Sepse njerëzit ndikohen prej rrethonave, ju e shihni pra, shumë sende, shumë dukuri para 50 vjetëve kanë qenë të këqija, tash i bëjnë të mira. Do të thonë, ata ndikohen prej rrethonave, nuk janë stabil në këto gjëra. Për këtë shkak nuk ka mundësi që ne ta kuptojmë të mirën dhe të keqen vetëm se me anë të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala.